Përshëndes gjithëve. A e dini se sot është e thjeshtë që të bëheni të pasur duke shitur ajër? Po, duke shitur asgjë. Është e thjeshtë për shumë arsye, por unë do t'ju tregoj një nga historitë që të kuptoni dhe të keni kujdes për të mirën tuaj, ndaj dua ta diskutoj me ju, sepse ka me dhjetra, ndoshta me qindra, madje edhe në trojet shqiptare, histori të ngjashme. Dëgjoni me kujdes, kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish, dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Një vajzë e re nga Turqia, që është quhet një under 30. Pse quhet under 30? Sepse ka shkruar edhe Forbes për këtë, pra u bë kaq e famshme sa kanë shkruar edhe gazeta dhe revista të rëndësishme për sa i përket ekonomisë, dhe do t'ju them se si. Kjo Goçe quhet Goçe Guven. Goçja, një vajzë e re, filloi që gjoja do bënte një startup. Startupet janë ato, si mund të quhen, ide të reja, ndaj quhet startup, që duke gjetur investitor, ti aplikon idenë e re tënden dhe ata marrin përqindje në bazë të kontratës që është bërë. Startup e kam pafund, por ajo që ka lëvizjet që ka bërë Goçja është fantastike. Sepse fillimisht duhet të dini që ajo nuk kishte as një qindark, e filloi me zero. Pra investitor të thjesht, normal që ajo ndoshta joshi me bukurinë e saj, sepse është një vajzë e re, është 26 vjeçë tani. Por pse po e tregoj këtë? Sepse tani gjendet në mes të tajfunit, sepse e kanë akuzuar për vjedhje, për gënjeshtër dhe për dokumenta të falsifikuara. Pse kjo? Sepse Goçja filloi me këtë startupin e ri, ajo e përsëris edhe një herë, ka lindur në Turqi, por është spostuar në New York, sepse duke ditur që aty mund të gjente investitorët e parë, filloi pra investimet e para. Tani, pse po ja u tregoj këtë? Dëgjojeni me kujdes, sepse është vërtet e rëndësishme. Në qoftë se keni vënë re, edhe në trojet shqiptare, Kosovë, Maqedoni, Maldëzi, ka disa që të kërkojnë, nëse ti kërkon të investosh, ata të kërkojnë që ti të marrësh pjesë në grupin e tyre për investime. Duhet keni shumë kujdes, sepse po ta shikoni edhe vetë bankat, po ta shikoni për shumë banka, çdo lloj banke, të vënë në pozita të vështira, sepse ti edhe nëse ke dy para aty në bank, ata gjithmonë marrin përqindje nga ty. Në vend që ti, sepse ti u ke dhënë para, më falni pak, ti i ke dhënë para një banke, dëgjoni me kujdes sepse nuk kam humbur fillin, i jep para një banke dhe banka shfrytëzon paratë e tua dhe njëkohësisht të kërkon dhe përqindje. Pra, sot është e këshillueshme që ti të investosh vetë, pak nga pak, por të investosh vetë. Kurse këto shoqëri pra që investimesh, që të kërkojnë për shembull, nëse ti do të marrësh pjesë në një investim që ata bëjnë, një startup, sepse zakonisht janë startupe, ti për shembull ke 1000 euro, do të thonë ata, shiko, ne mund t'japim deri në 1200 euro brenda një viti. Ti gëzohesh se thua 200 euro, kush do më japi mua në vit 200 euro më shumë? Mirë po, duhet keni kujdes, sepse mund të shkatërroheni brenda një viti ose brenda 2 viteve. Sepse jo të gjithë janë, nuk po them se që të gjithë janë kështu, por jo të gjithë janë njerëz që e kanë qëllimin vërtet që të ndihmojnë të tjerët. Sepse duhet keni parasysh diçka. Ka disa tipa që nuk rrezikojnë vetë, por kërkojnë që të rrezikojë dikush tjetër. Pra, ky është thelbi kryesor i këtyre startupeve. Çfarë ndodh? Ai thot, dua të bëj një startup, një ide të re. Dhe në qoftë se unë do investoj, thot ai, 10.000 euro, e zëmë, 10.000 euro, sikur ti humbasun ato 10.000 euro. Çfarë bëj? Kërkoj investime të tjera që të mbledh 10.000 euro, pastaj po humbëm. 1.000 euro çdo njëri nga ne, humbëm 1.000 euro, po jo 10.000 euro vetëm unë. Sepse i investon ato në këtë ide të re. Ideja ndoshta nuk shkon dhe i humbasin që të gjithë parat. Ka ide që shkojnë, normal. Por kur flasin për shifra të mëdha, disa prej këtyre vjedhin në mënyrë të çmendur. Për shembull, kjo Gërçja
arriti shifrën 7 milion dollar. Pra 7 milion dollar duke mbledhur nga dje. Nuk dua ta gjykoj sepse është në hetim tani problemi i saj, në gjyqi i saj, por nuk dua ta gjykoj, por nuk është hera e parë, po flas sepse nuk e njoh personalisht, nuk di se çfarë ka investuar, lexova vetëm disa artikuj, por po them që sot është e thjeshtë që ajo brenda një kohe shumë të shkurtë, 26 vjeçe mo. Nuk e di, më kupton, ka lidhur në vitin 2000. Tani sot është me fjalë një nga milioneret që ka folur edhe Forbes. Pra, pse? Sepse ajo gjeti investitorët. Investitorët për një startup, zakonisht ata që kanë para, investojnë. Por investojnë edhe të vegjilit, para njerëz të thjesht. Po e marr këtë si shembull për të kuptuar që edhe në Shqipëri, para ca javësh, ose para ca muajsh ndoshta, bllokuan një shoqat të madhe që vidhin njerëz, gjëja do i investonin për shifra të mëdha, që do i jepnin përqindje të mëdha, etj. Por duhet të dini diçka, sepse këtu doja të dilja si konkluzion. Sot nuk është më si dikur. Sot është shumë e thjeshtë të bëheni të pasur. Pse? Sepse është digitalizimi. Digitalizimi është një bombë marketingu. Është kaq e madhe sa një bombë atomike. Po e them me të vërtetë këtë. Po ta shikoni që të gjithë këta që kërkojnë të bëjnë startupe, kryesisht përqendrohen në marketingun e rrjeteve sociale, në TikTok, në Facebook, në YouTube e gjithandej. Dhe nga këtu peshkojnë njerëz. Por ka shumë nga këta njerëz që peshkojnë shpejt sepse mendojnë që ai, duke patur një ide brillante, mund t'i japi para, me fjalë, ose mund të fitoj para nga ai. Duhet patur parasysh diçka. Vet është më mirë pak nga pak dhe ta bësh vetë se sa të rrezikosh me të tjerë, sepse siç ju thash, një bankë vetme, një bankë që është shumë e sigurt banka, një bankë dhe ti kur shkon çon 1000 euro aty, në fund të vitit i gjen me 50 euro mangut. Pse? Sepse ti ndon se i çove aty, nuk i çove, ti i çove jo vetëm si kursim, por ai, pra banka, i përdor paratë e tua dhe fiton nga paratë e tua dhe njëkohësisht të merr edhe përqindjen. Pra, në çdo vend që të shkosh, që po thash që kjo është gjëja më e rëndësishme, por në çdo vend të shkosh, kështu ndodh. Tani, ky investim mund të jetë qoftë i vogël, por qoftë mesatar, qoftë edhe i madh. Dhe që ti ta bësh vetë, po flas. Nuk ka nevojë për startupe. Keni një pafundësi gjërash që keni aty, për shembull nga shtëpi, nga toka, nga investime të tjera të qëndrueshme. Për shembull, do t'ju them. Një produksion e zëm, një produksion, shkon tek ai produksioni ose prodhim çarapesh apo prodhim veshjesh. Ti e di që ai është në si quhet, në punë. Ka hapur këtë punë, ka një kohë të gjatë dhe ti je i sigurt tek ai. Nuk më vjen fjala tani, është në biznes. Është në këtë biznes prej kohësh. Dhe kështu që duke qenë në këtë biznes prej kohësh, është gjë e sigurt. Normal që një i sigurt nuk të vë ty si socio, si mund të quhet, si ortak, por ti mund të jesh investitor. Mund të bëhesh i aksioneve, 1%, 2%, 10%, siç e kanë bërë disa për shembull, që kohët e fundit, aty ku ka siguri, vendosin dy para. Pse po ja u them këtë? Do të bëni shumë kujdes sepse tani ka një pafundësi njerëzish që me anë të rrjeteve sociale, përdorin rrjetet sociale për të bërë të pasur brenda një kohe shumë të shkurtër. Por e han ata që janë të vegjël, pra njerëzit që investojnë. Thjesht për informacion, pres komentet tuaja, ju përqafoj ditë mbarë.